Brother Radio. Përshëndetje të nderuar të dëgjues të Top Albania Radio. Jemi live në Big Brother Radio me mua, Atalanta Kërçykun, si çdo të martë të premte në orën 20. Për të gjithë ju që jeni duke qëndruar në makinën tuaj, në rahatin e makinës tuaj, dhe jeni duke u drejtuar për në shtëpi, mos u shqetësoni, ju përsëri mund të na ndiqni, mjafton të hapni Digitalbin, të shkoni në My Music Television dhe aty do të na shihni me zë dhe me figurë. Dhe menjëherë pas përfundimit të këtij emisioni do të mund të na ndiqni në kanalin tonë të dedikuar në YouTube. Tani më, boll folëm. Pa pra shumë folja. Direkt të drejtojmë dhe të prezantojmë një super të ftuar, ai ka qenë një banor i Big Brother Një allergji do të thoja i Big Brother VIP 4. Prima, lëmë të them profesionin tonë të vërtetë, se profesioni nuk është banor. Dhe një super aktor me një super shfaqje të mbyllur së fundmi me Faustin, Gert Ferra. Gerti, përshëndetje dhe mirë se erdhe. O sa kanë shumë. O sa kanë shumë. Ke vap Gert? Të merr, nuk e di, është afsha ku dëgjon prezenca jote është. Unë i bëj këto punë për të këto të ftuarit. Ti bën gjitha këto të zeza, urdhëro. Gerti, sa ka ndryshuar shtëpia këto ditët e fundit në Big Brother? Më sa ju keni parë. Marrësisht nuk duket më njëjta shtëpi. Rinj ato 20 ditë të fundit do duken sikur janë të gjithë kanë nxjerr fikat, shpatat, mborohet edhe secili ku të gjej cep të dëgjuaj, të masakroj, të marrë shpirtin, dhe mos po shikoj është parë moment që po qeronin një moll Rozana me këtë me Danjen. I thot Danja, do të mos e qeloj, do të nuk kam nevojë, do të më qerosh. Si mos të qeloj? Pse mos ta qeloj? Pse nuk do ta qeloj njëri Gerti? Ça mund më vetë mollën si duan. Deri këtu, një lloj ekstremi që nuk e di. Dikush thotë që kujdes këtu se po të them rruga kjo, ai tjetri thotë po ta futej tjetri atje. Pozicionet tashmë janë bërë të qarta të gjithëve. Shikoj një gest i shkreti që tashmë e tradhtuan të gjithë. Kush e ka trajtuar që i ka dhënë për më shumë? Po, ai po do ta mbaj akoma gjallë shpresën, po ai me Eglin e ka mbyllur, më duket, mua përfundimisht. E ka mbyllur ai apo ajo? Besoj se e ka mbyllur Egli, mbasi doli jashtë dhe arriti të dilte në konkluzionin që Justin nuk është, domethënë është sakrifikuar kot për Justin, një gjë që un kam qenë shpikur ka hyrë Justin, kemi hyrë bashkë dhe kam parë se si ajo nga dita në ditë i nështrohesh Justit. Shkonte me vullnet lirë drejt Justit deri në pikën pasaj që e pam që të ulesh gjujnë i thoshte falja çfarë do këto atë un po hum. Derisa kalon ata ekstremin që edhe asaj nuk i bëri më mirë, po nuk besoj se ajo Egli është kaq puritane sa kur doli tash më na ka krijuar një lloj mendimi ndryshe për njeriu që donte, që sakrifikoi gjithë shka dhe ka bërë atë kthesë të madhe, unë nuk e bëj më për ty se kështu e do ti. Se mendon që s'është kaq puritane? Po, Egli ka gjërat e saj për të na thënë me të dashur. Egli ka për të na thënë. Pasi ka dalë jashtë, ka kuptuar tashmë që Gjesti mund të ketë një gjë të vetën, mund të ketë një jetë të vetë, ka filluar të flasë njëre para punës që s'pëlqen fare, që më kanë akuzuar mua nga bërë cop. Ku të gjithë tashmë po flasin për gjëra nga jashtë. Të gjithë. E pas kanë bërë në kohë të shkuar dhe pas kanë bërë çik shpejt ndoshta për programin apo për banorët e brenda. Një gjë që nuk do të rezistonte askush, dhe unë e di që nuk rezistonte askush, nëse di ke një njohje, ke një informacion, vjen një moment që kur të përplasin ato që ti nuk pranon të përplasin, do t'i nxjerrësh pesë gjëra, do t'i thuash një llaf. Ashtu siç arriti Gegli pas po shumë dje e pa është pozihesh me Rozanën dhe i thoshte jo me Gertën, dhe i thoshte Gertës mua erdhi më mori motra dhe më nxori me kokën lart, ti si je ti, mirje? Po do ti i nën kuptonte diçka me motrën Gertës, një gjë me Rozanën me bashkëshortin, me Gjestin njëkohësisht. Tek ajo darka pash një gjë të shëmtuar që nxorri. Po kanë nxjerrë disa informacione vërtet. Kjo Egli ka ndonjë gjë për të na thënë neve në fundit apo do vazhdoj të na tregoj që unë hyra në shtëpi për të pastruar, unë jam ajo goca, jam përparimtare llapa. Si na bën dikur e madhja. Mariana Konde de Portokallia, që shkjo se po shikojmë çuditëra. Po shikojmë çuditëra, po jo kam për të thënë që kjo Egli ka pas një lidhje para se të futesh këtë shtëpi. Ajo thotë jo, ka 2 vjet thotë që nuk është e lidhur. Po të hapësh kamerët e Top Channel-it e shikon me vëmendje kush e ka sjell ditën e parë fare kush ka ardhur. Pra e ka sjell dikush. E ka sjell dikush. Po, edhe më vjen keq. Jo atë shkruan gjithë dynjaja dhe nuk e ka mohuar askush. Jo unë për emrin nuk e njoh personalisht, po them. Pse i bie në qafti djalit tjetër këtu, po e masakron këtë djalin tjetër këtu kur ti për vetë ke skelete në sirtarin tënd. Keni një emër? Mario quhet i tër. Mario. Po.
Instruktor palestra, 1 orë të 2 janë 2 orë të 2 në palestër. Janë Po, dhe mua vjen keq, vjen keq se po e masakron këtë gjestin e shkret, atë njeriu që nëse do kishte qenë njeriu nuk do dilte ai Zumi, rreth parë, që kam qenë aty kam parë me sytë e mia që nominoi veten dhe Zumin. Nuk do të nominonte kurrë ajo nisi Zumi ta nxirrte jashtë vetëm. E kam parë që më ka bërë cop mua, ka bërë cop çdo banor të shtëpisë dhe nga krau tjetër ne arritëm kemi arritur te pika se I thonim, "Ore do të flasësh shik gjestet mos e po na çmend, foli ti të paktën." Se ajo mirë ua bën. Unë kam arritur te pika se kam dëgjuar mirë ua bën. Dhe sot shikoj që I kthehet atij djalit, është ai djali që morin kurriz, pa ka edhe kurrizë. Është si ajo shpreha e madhe e Dritroit, si poezia e madhe e Dritroit. E mora në krah dhe zemri I thash mbahu. Dhe kur kalova Dhe kur vajtëm në fshat, të gjithë u tha, më rrau. Rrau, po. Gertfera, do vazhdojmë bashkë pjesën tonë dytë, do të argumentojmë pak më gjerë sepse sapo plasi një bombë. Është bombë, kjo është një realitet për cilën do të flasim të gjithë. Është djalë që lëshon vetëm bomba, të vërteta, me sa duket. Jo, më vjen keq me Gjestin shumë. Nuk do ta shikoj Gjestin ashtu të vuajtur dhe nuk e shikoj dot atë njerëz sepse është ai që I ka marrë, I ka çuar, I është trashinatori që I ka çuar si Rozanën, si atë, janë 4-5 kokra të tjerë që kanë ngrënë si kërpusha kurrizat atit. Dhe po vjen fundi tani duan t'i bien vetëm atit, duke ditur që është më I forti. Po, do të argumentojmë sërish pjesën tonë dytë. Miq, kemi publicitet rikthehemi. Max Optica gjithmonë e para në ofrimin e stileve më të reja prezanton koleksionin e ri Spring Summer 2025 të syzeve të diellit. Eksploroni modelet më të fundit nga markat më prestigjioze, ku stili, teknologjia dhe komoditeti janë të garantuara. Gjeni syzet perfekte që I përshtaten nevojave dhe preferencave tuaja këtë sezon. Max Optica ka një super ofertë, deri në 50% ulje në të gjitha modelet e syzeve të diellit dhe optike për femra. Ndaj nxitoni të përfitoni. Max Optica, Max Vision. Falenderoj Max Optica për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Big Brother Radio. Vetëm për femra ka 50% ulje. Jo. Pa për gjithë, okay, se pa dashje si pal syze shqile fantastike. Për të gjithë, Gertfera. Nesër duhet rokitur atje thot syzet se për shpirt e Zautos oferë. Patjetër do të shkoj. Gertfera, sapo plasë një bombë? Po jo, mos është bombë, kjo është një gjë për cilën askush nuk flet, nuk e thon, pse nuk e thon, nuk e di. Pra ti po thua që e din të gjithë. Po dihet botërisht dihet. Dihet botërisht kjo gjë. Fatikisht më ka ngelur mua ti them nganjëherë do të më revoltohem. Revoltohesh vetëm se të qelloj. Shikoj që I bie shumë qaf. Pra, ti këtë gjë e the vetëm se je revoltuar për faktin që të duket sikur Gjestin po e ulin si vetëm ajo për gjithë. E çoj drejt atij kolapsi. Eglin, mua më merri keq shumë, në momentet e fundit gara shumë keq kur e pash atë gjë. Por nuk kurse si nuk doja që të kthehesh. Nëse ike, për çfarë erdhe tregosh që unë erdha dhe po kthej, okay, dignitetin tënd nuk ta ka cënuar kush me vajzë. Ishte nga vajzat më të respektuara në shtëpi. Të paktën për mua në sytë e mi, ishte nga njerëzit më të respektuar në shtëpi dhe për krama atë të dy, ishin 2 lojtarët më të frikshëm brenda shtëpi. Unë kam arritur, kam qenë brenda, më kanë ardhur, kanë hedhur trëndafila me dron, me parashut madhe, Gjestit, dhe ishte fotografi e këtyre të dyve. Kam parë gjë Rozanas, I rrëzua I gjithë pushteti dhe shkonte I mblidhte trëndafilat e Eglit. Pra unë kam parë që këta të dy ishin të paprekshëm, si kaq shpejt dhe kaq papritur ti, ky njeriu të bëj një njerëz që ty sot pas ka prishur imazhin, pas ka rënduar dhe po të përdor. Nuk më zhdukur kurse si. Përkundrazi. Nëse ajo ka një shans për të vajtur në finale, mund të ketë vetëm shans të shkojë vetëm me Gjestin në finale. Pa çka që e shoh shumë ngushtë atë finalen. Po. Dhe fatkeqësisht këtë Egli nuk e shoh fare aty në finale. Vetëm nëse do të I ka lënë dhe Rozanës ku njëri ishte I vetëm njëri që e mbante fort, pra. Po. Tani un kam çka me Rozanën, kam punët e mia, po në këtë gjë do të them drejt, do të rrim shtrenjtë, flasim drejt kur themi ne Tirancat. Po. T'ia themi këtë gjë. Ishte një nga njerëzit që ka mbajtur dhe e ka përkrahur dhe ka pasur momente që e ka pas më afër se sa Livian Rozana. Dhe ajo I kthehet Rozanës në një mënyrë sot, ti ajo që më ke bërë gjithçka, ke bërë këtë, ke bërë atë. Kur në të kundërt ajo ishte një njeriu që I thoshte, "Ej, çfarë po bën? Kujdes këtu, kujdes atje, kujdes këtu." E ka këshilluar, më është një gjë për cilën e di mirë. Dhe ka këshilluar Rozana, janë akoma në shtëpi. Një gatash ai, po, plagu merret është aty. Cili nga banorët që Gertfera që është ai cili ka shkuar kot deri më këtë pikë të lojës? Po, nuk e di, dëgjoj. Unë ata që shumë njerëz I quajnë ka shkuar kot, unë kam miq, realisht. Okej. Po ju personalisht nuk shikoni dikë që mund të ketë shkuar kot deri në këtë pikë? Unë them që më vjen keq që ai më duket një djem të mirë aty në shtëpi, po të kisha qenë brenda do kishim qenë shumë miq bashk. Keli për shembull është I ezauruar në misionin e vet, në qendrimin e vet. Nuk e ka atë shpirtin siç po ndodh, siç do ndodhi tashmë rëndom që do kafshoj kushdo këdo. Pra nuk e ka atë. Ai nuk është nga ato, nuk është ai brum I asaj ashpërsie
Që të rezistoj. Po nuk është pozitiva i duket, unë e pash në duelin me duel tamam duhet më thonë në vërsëlloja si e kishte ai, që doli. Okej. Mi thoshin shumë më thonin bukur djem të Portokallisë. Dhe e pash që ai ishte një djalë bujar me shumë integritet. Dhe nuk më vjen mirë që ta shikoj të coptohet, se do ta coptojnë, jam i bindur. Thon për Aldon. Për Aldon në qendrimin e vet në shtëpi, thon, unë nuk e them për vete, për mua është lojtar që do shkojë deri në finale. Është një fytyrë. Para parashikon Aldon si një nga finalistët? Po, unë nuk e kam parë Aldon ta them të drejtën që ta shikoj të qirri dhe të zihet, të masakrohet në atë shtëpi siç kanë bërë të gjithë ata. Dhe normalisht kjo është gjë dinjitoze. Dhe është një gjë nga ato më dinjitoze të asaj shtëpie që ata shtëpi nuk e përfill, por ka shumë njerëz jashtë në cilët unë kam takuar, kam folur, kam biseduar që Aldon e çmojnë pikërisht për këtë gjë. E çmojnë, po. Po, e çmojnë për virtytet e tij njerëzore rreth parë. Në vërtet, virtytet të cilat ai ka. Po, Dania që thonë që ja mbaroi e bukur, i koket, jo, Dania është njëri që ka pasur një pozicion të saktë brenda në shtëpi, të mirë, jo të llogaritur, por mirë mbështetur në atë shtëpi. Pra gjërat e veta ka ditur çfarë janë, ka dashur gjërat e veta mos ia prek askush dhe nuk i ka cënduar askujt gjërat e veta. Pa çka që sot e shikojmë rëndom që i urvatet, unë nuk e di si urvatet, Rozana. Rozana. Pastaj sepse ajo ka bërë copët Daniën e Rozana. Nuk e di pse vazhdon ti po i duket me të vërtet subkonsciencia e saj ka arritur ti thrasti thotë kujdes se kjo pas ka qenë vërtet e tillë, nuk ndryshon. Ajo zonja e asaj shtëpisë, zonja e asaj shtëpi është vërtet Dania. Dhe këta janë dy emra. Tani çofën dhe Jozin që do ta bëj Jozin nesër, por se mendon që ai do bëj diçka nesër? Nuk e di se çfarë do bëj Jozi, por Jozi e shikon veten si të paprekshëm në atë shtëpi, por kam frikë se shtëpia dhe publiku, sidomos publiku, ata që votojnë realisht në këtë vend, edhe në diasporë, dhe jashtë, Kosovë, Maqedoni, kudo. Them që do të japi vlerë Altos në këtë rast. Pra mendon që Aldo nuk është e rrezikuar dhe Jozi do të largohet? Amikun tim Josefin Margun, e kam shumë gjatë. Amikun të në lojë? Jo, më ishte më mirë, e kam shkuar shumë me Jozin. Jo, kam shkuar shumë. Më duket sikur the armik ndaj. Jo, mikun tim. Më fal. Jo, s'kam pas kur konflikt me Jozin, as kam se të kem, as do kem. Po gjithsesi ti mendon që Jozi është rrezikuar që do të largohet pramin e së nesërmes? Jozi ka bërë shumë gjëra në atë shtëpi, dhe mua vjen të qesh me Jozin. Përse? Po se Jozi i bën këto qyftet dhe i shlon dhe nuk e shikon fare, nuk do t'ja di. Po se ka edhe një gjë që ka një arë. Vetë e bukur kjo. Absolutisht po, unë e kam atë biru. Ai të pafshim, unë i bëj dhe ju bëni të doli. Joz Leva. Dhe them që dyshe me Loredana nuk do japin asgjë më shumë se ç'kan dhënë. Pra Aldo shpëton nesër dhe Jozi është rrezikuar, sipas mendimit tuaj. Kam shumë frikë del Aldon, del Jozi. Jozi nesër po. Nëse ju do ishit sërish në lojë, çfarë do bëni ndryshe? Çfarë do bëja ndryshe? Po. Për shembull tani më që do i bëja zotit akoma një çik më shumë fuxhut, takat, si themi ne, energji që të shkoja deri në fund atyre gjërave që kam thënë brenda, jashtë dhe do vazhdoj t'i them. Tani më ne do të ndjekim video numër 1, regjia të lutem përgatisi vitin numër 1, është një video në cilën është përmendur emri juaj, jo më larg se ditën e sotme, midis Laertit dhe Gertës. Prap, Zeza. Prap, ç'të bëjmë? I ke pranuar. Po çfarë bën? Po si e policia trafiku, si edhe tavolinës. Po, kur ta përmendi Gert Fera atëherë pse qave në Prime? Pse qave kur ta përmendi Gert Fera? Parlament se nuk do arish kur atje dhe kot imiton deputetët. Kur ta përmendi Gert Fera qave dhe ju drejtove mamas. Kush ma përmendi? Lerta çaj ha. Gert Fera. Ku është? Lerta çaj ha. Po qave ama. Qave. Ku është? Edhe the mamas është e vërtet. Ku është? Se të dogji. Ku është? Moj djeg se votë. E ke pranuar vet këtu. Moj djeg se votë. Më the mua, më the. Moj djeg se votë. Unë kam kur të thash për Bjarkën, unë kam bërë të gjitha. Unë kam bërë të gjitha. Dhe ato që s'do marrësh vesh kur. Po. Se një ditë e imja nuk është sa tërë jeta jote. Ajo vallaj nuk e du fare atë ditën tënde. Ditën time? Jo, ditën tënde. Po dita ime s'bëj asgjë. A fleq gjuhë. Mos të dua veten. Pse qau në Prime-in e famshëm përballë jush Laert Vasili? Tani nuk duhet pyetja cilën Gerta duhet ta kujtoj eksaktësisht për çfarë i thot Gerta, se unë kam pas një Prime shumë të vështirë me Laertin atë ditë. Nuk e mbaj mend. Shumë gjëra, po nuk e realisht nuk e mbaj mend. Realisht nuk e mbaj mend. Do duhet ta kërkojmë fiks këtë Prime. Por më vjen keq që Gerta ja përdor sot. E kam çka, kam unë Laertin. E bukur kjo. Kjo ishte një Jo, po kam çka, kam unë Laertin gjërat e mia. Kur unë kërkoja Gertës, ta shikonte kështu siç ka pas, siç pa shef sot, nuk e shikonte. Sa si interesonte.
Kurse tani Po përdorin çdo sot gjë. intereson dhe do i thrasin kujtesës dhe thon pas ka pas drejtësia si kjo, si Bona, si Aldo, se janë 4-5 banorë dhe Lozana pati moment reflektimi. Pra rrin dhe gërmojnë ku të kapën. Ju thon, ore prit se ky Gerti s'e kishte një gjë. Dhe i përmendur shumë në këtë Big Brother, pas largimit domethënë. Jam nga banorët janë përmendur më shumë realisht. Më shumë, e vërtet, shumë realisht. Më vjen mirë se me banorët që kanë dalë jashtë kanë pasur një kontakt, sidomos me Livian për shembull. Kisha një konflikt, le të themi, mini konflikt, më thoj sa. Kur kemi dalë jashtë, i kam thënë tani hajde, erdhi në shfaqje për më tepër. Po. Dhe jemi takuar 2-3 herë bashkë me 4-5 banorë dhe më tha, wow, më fal pas kam rënë qafti kështu që e ke vërtet më thon. Kështu jam valla. Po. Lart do vazhdojmë bashkë pjesën e tretë do na dëgosh. Më fal për zotin se ua, çuçi, jo, unë të mbaj me zor. Më fal. Për shpirtin e zotit. Gert Ferrat, lutem, do vazhdojmë bashkë pjesën tonë të tretë dhe ti pasi shumë për të folur. Me ty nuk zgjat dot asnjë emision, duhen 3 emisione për të më treguar çdo gjë. Pra, këtë mendja se është vendi i arbitrit. Do ta mendoj. Nuk e duhet lloj gjë. Rikthehemi pas pak në pjesën tonë të tretë, miq, na ndiqni pjesën tonë të tretë. Po kërkoni për një studio arkitekture që do të krijojë një shtëpi të bukur, moderne dhe që nuk duket sikur është projektuar nga një fëmijë me stereolapsin e parë që ka gjetur, do një shtëpi me dritë natyrale e bëjmë. Do një zyrë që duket sikur është një sken filmi dhe jo një kuti kartoni, as që diskutohet. Ne jemi ato që duhet të telefononi. Projekti interieri, eksterieri, projektojmë shtëpi, biznese të ndryshme, vila, restorante, pallate dhe çdo gjë tjetër. Na kontaktoni në rrjetet tona sociale, nimano.architecture në Instagram dhe Facebook ose në numrin tonë të telefonit 069 20 40 201. Falenderojmë Nimano Architecture për mbështetjen e Big Brother Radio. Gert Ferra, po flisim që të shkeme të mbi shumë gjëra. Dhe si të thash, ti duhet marrësh jo 1 orë, por ja 5 orë të mira për të rrëfyer gjëra gjatë. Po për ditë. Dhe për ditë. 5 orë çdo ditë për një vit rresht. Ndryshe që Gertit ti marrim ç'mund të marrim për këtë shorbizin shqiptar që ças di. Po thoj pak më parë për faktin që Laerti kishte qarë në Prime dhe unë të pyeta tash mendoj mirë në pushim se unë dua ta kujtosh pak atë pjesën. E kujtuar apo jo? Me Laerti ka qenë nga Prime-et e nxehta, të parat dhe të vetmet që Laerti ka bërë realisht atë. Pra që ka përjetuar realisht, nuk e ka ndjerë Laerti, sepse domethënë nuk i është vënë në diskutim as prezenca e vet, as të qenurit brenda në atë shtëpi fare, se u kujtuan pas 64 ditësh ti thon Laerti si nominuar akoma. Por ai Prime kur përball me mua ishte Prime që ai me vërtet e ndjeu fort. Që ishte më duket për atë deklaratën. Folëm për shumë gjëra, po një nga ato pa biseksualitetet e këto. Ajo mund të ketë qenë një moment i cili në nerva sipër të del, të vjen si nga juaj po thonë? Po si moment që okay, më nxehe. Po them diçka që e kam deri diku mund ta di, mund mos ta di. Nuk ka rëndësi kjo në fundit. Rëndësi ka intensiteti i brendshëm midis me dhe Laertit. Ju keni pasur në fakt një sherr të ndodhur 10 vite më parë, ndoshta për kësaj të shkruar ky intensitet apo jo? Jo, mbas atij sherrit unë me Laertin nuk kam pasur kur një raport të stabilizuar, jo të stabilizuar, le të themi që unë ta kisha shok Laertin. Ne frekuentojmë gjithmonë të njëjtat ambiente. Po përpara kësaj keni qenë miq. Po mund të kemi qenë miq. Mund të kemi qenë unë mik me Laertin, Laerti me mua. Se pastaj më pas më bëri edhe një gjë që më mërziti akoma më shumë, pasi vajtëm u kërkuan falje njëri tjetrit mbi këtë. Njerëz saktuar më thanë që ka kërkuar të bëj akoma më shumë dëm, edhe nuk do ta përmend më këtë mohabet. Po, të kuptoj, e kem mbyllur po. Jo, se është, u lodha e dashur, edhe besoj që ky emisioni jot ka gjëra më të bukura se sa kaq për diskutuar. Jo, e vërtet, po meqense prej nëse ti do ta them se ka fare problem Gertit, por ky Laerti nuk meriton kaq shumë vëmendje nga ana ime, zemra ime, se po i kam bërë reklam Laerti që Laerti kur dali jashtë, gjysmën e çmimit e ka për me. Absolutisht, thjesht ndoshi koherenca nga fakti që përmendi Gerta. Kush e njeh këtë Tiranë, njeh për ndryshe, nuk e njeh për këtë që duan të spaqojnë lart të poshtë për mua. Jo, absolutisht, nëse nuk do të flasësh, mund të mos përgjigjesh. Në çdo ambient, në çdo sferë të kësaj shoqërie. Është e drejtë dhe e respektojnë Gertin për vetëm për një gjë, që thotë gjërat ashtu siç mendon dhe nuk di të mbaj. Ndoshta thjesht koherencë nga fakti që Gerta dhe Laerti të përmendën. Më vjen keq për një gjë se të dy përgjigjen keq. Të dy duan të nxjerrin me duart të tjetër të nxjerrin gështenjat. Ai thotë ku është Gerti? Gerti është këtu e lart, po mos më bëj të flas më shumë se pastaj bie të dalësh nga Big Brother. Jam këtu dhe jam krenar që jam këtu se erdha në shtëpi time, vajtet e vajza ime, lart, po ti ku do shkosh? Ti ku do shkosh? Mirë unë që erdha, unë shkova në shtëpi time të vajza. Ti ku do mbytesh ama vri? Të kuptoj. Dhe vjen keq për Gertin që i thot ka pas drejt Gerti, kur Gerti kërkonte Gerta, si kërkonte, jo më mbështetje, thoj hajde shikoj si janë gjërat, më thoshte mua, kjo është punë midis jush. Kështu është
Kështu që unë mundem të bie viktime e pasioneve, i debateve të pandalueshme të Gertës dhe të Lerdit. Se Gerta ka egzageruar në sa raste. Pra nëse ka një gjë që Lerdi nuk duhet të akuzosh kurrë në këtë Big Brother është i të qenurit Lerdit mos i pastër. Pra këta nga ardhur rënd dhe mua. Unë e njoh nga afër. Shikoj, nuk i shikon një pik gjëje të bërpis me lyrat e njeriu. Ai është krekon çdo sekondë. Dhe kur i thot Gerta Fati se ti e pa lartë që ju herë Big Brother merr të rënd, realisht merr të rënd. Pra e çojnë deri në këtë ekstrem. Ekstrem vërtet. Pa thonë nga goja një gruaje që ka rënd kjo gjë. Akoma në merr vërtet. Vetë duhet t'ja them Gertës, po do t'ja them Lëri se ja them unë Lerdit. Çka më t'ja them e kam thënë do t'ja them unë Lerdit. Por jo, mos u përzini. Por ishte nevoja që të përfshihesh e nuk u përfshive. Tani më ne do të ndjekim video numër 5 për të kaluar dhe për t'i vënë kapak këtij mohabetit. Video numër 5 të regjia përgatisim video numër 5 në cilën kemi sherrin Rozana Gjesti me gjërat të cilat i ka përmendur Gjesti Rozanës, me cilën ajo po bën një mbrojtje të duhur. E ndjekim? Jo, kjo është video numër, në mos gaboj, është po, video numër 5. Numër 5 është kjo, shikoni video numër 4? Po video numër 4? Është njëra që është Rozana, kjo duhet jetë. Po. Vendoseni lutem? Unë kam drejtë për me njerëzit që kanë ardhur këtu, njerëzit që janë diskutuar nga goja këtyne, për historinë e këtyne, dhe njerëzit që i kanë qipit vetë këta i kanë sjell këtu. Unë ishin tim se kam sjell këtu. Kjo është e vërtetë. As spektaklet e mia si kam sjell këtu, që kam familje njerëzit. Dhe sa herë shkoj burri në shtëpi unë e di unë nuk e di këtë çerri vogël. Okej? Thuja pra këti, zemra se unë e di, po thuja këti. Unë e di, s'ke nevojë më thonë. Jo, s'leva, më vdes. Po thuja qerë. Edhe kjo, Edhe më lea gojë një energjë nga shtëpis. Se qas janë të të përbal. Jo më jo, për të më përbal. Qas janë të të bo. Së më për të balë do të muaj. Për të më përbal, jo më zemra. Unë e bëj për tjerët që kam jashtë, pa për mua. Ta ameni aty s'tem plas shumë mua, unë e di se kush janë. Shiko, më pëlqeve di ku të di. Tani më ky ishte një vit në cilën Rozana rrëfej për faktin që Gjesti ka përmendur ishin e saj dhe faktin që ajo nuk e ka sjell këtë histori brenda Big Brotherit. Të duket e drejtë përdorimi i këtyre informacioneve që janë shumë të larta. Dhe që nuk kanë as pak lidhje me Big Brotherin. Po, e nisi me këto që nuk me Egli që dhe e përdor dhe shumë të tjerë. Kjo është gruaja e Eglit, që edhe Gjesti dhe Gjesti sot lufton me ato që ka thënë Egli. Ku e di Gjesti shkret që nuk manipulohet me këtë? Pra dhe duhet të them që më vjen keq për atë shkretin. Dhe këtu ka drejt shumë Rozana që thotë. Unë nuk e solla këtë gjë dhe nuk kam pse të ma përdorin. Absolutisht, Rozana ka vetëm gjunaf këtë Big Brother ose më që ka përmend gocën time 4 vjeçare, si të mbash vajzën dorë. Ky është gjunafi i vetëm që ka Rozana Rati. Me të tjerët pse ka pasur drejt deri në fund. Me të gjithë këta ka pasur drejt se ka mbajtur në krah. Të vetmi njëri që s'ka pasur që e kishte mik jashtë, shumë mik. Unë kam qenë shumë mik me Rozanën. Jam takuar vërtet 10 herë 12. Por kemi pas një miqësi të jashtëzakonshme bashkë. Dhe kur e pash që atje ngela vetëm dhe nuk më erdhi një herë të thoshte që ore, çfarë 1 2 3 4 5, po e shikoj që më shikonte si një rival të vetin, kjo më trishtoi. Më pas pastaj ekseleruan gjërat bisedat tona kur arritën deri në atë pikë sa më përmendi dhe vajzën. Shumë fisnike kjo që po vjen rënd, po të tjerat me këta të tjerët ka drejtë. Jo, fisnike për faktin që diti ti japësh meritën aty ku duhet dhe dita ti thua që këtu gaboj. Dhe kjo është gjë që nuk pak njerëz e bëjnë. Thoshte Theçeri për Leverogjën. Është fatkeqësi e madhe, thoshte që bie një mendje kaq ndritur në një vend kaq të vogël dhe do t'ja njohim deri në fund meritat dhe inteligjencën e atij njeriu që po e mban këtë vend kështu. Në vërtetë. E thoshte Margaret Thatcher, pse mos ta them për Rozanën, nuk Thatcher, jo, unë jam Leverogjë. Por kjo është e vërtetë, do t'ja themi, pse mos ta themi, është e vërtetë. Ndërkohë regjia përgatisim temën, kemi harruar temën e ditës së sotme për Big Brother Radio, të cilën komentuesit tanë mund ta komentojnë në rrjetin tonë social Instagram për përgjigjen e temës për cilën do të pyes dhe ty Gerti. Për pak ja ta shfaqim dhe të shfaqim dhe përgjigjet e saj, kush janë finalistët e Big Brother. Marrim përgjigjet një herë të komentuese dhe në pjesën e 4 do marr përgjigjet e Gertit. Gerti nuk do flasë në pjesën e 4. Rozi Zemër, vetëm Gerta fituese, Gjesti, ka shkuar 4 herë Gjesti, Lorina. Vazhdojmë me përgjigje numër 2, e cila është Gjesti, Rozi Gjesti Lerti Greta për Gertën, Danja. Pastaj Gerta, Rozana Lert Gjesti Loredana, Gjesti Rozana Gerta. Deri diku, Loredana e bukur kjo, deri diku. Vazhdojmë me përgjigjet e tjera, nëse kemi ende të përgjigje. Besoj që po.
Përgjigje të tjera kemi Gjestin, Gjesti, Gerta, Rozana, Egli dhe Dania, Gjesti, Rozana, Gerta, Laerti, Loredana, Gjesti, Egli, Rozana, Laerti dhe Gerta. Vazhdojmë përsëri. Besoj që këto janë përgjigjet përgjithsisht. Okej, pasim edhe katër të fundit, Rozana, Gjesti, Laerti, Jozi, Gjesti, Rozana, Egli, Gerta, Laerti, Loredana, Gerta, Gjesti, Rozana, Laerti. Laerti, Loredana, Gerta, Gjesti, Rozana, përgjithsisht i thatë emra. Gerfera, do më thuash në pjesën tonë 4 në mënyrë që dhe komentuesit na presin pjesën nuk do iki njëri pa dëgjuar përgjigjen e Gerferës. Po. Pas pak publicitet, rikthejmë pjesën tonë 4 të fundit, pjesën tonë 4 dhe të fundit fatkeqësisht, nuk e di pse koha i ka shumë shpejt në Big Brother Radio, sidomos me personazh kaq interesant si Gerfera, i cili nuk rresh se më surprizuari me informacione dhe unë test i dëgjoj. Gerfera, po argumentoni pak më parë në fund të pjesës tonë të tretë që cilët do të ishin 4 ose 5 finalistët, se ne ndërrojmë të fuzin sa më shumë në mënyrë që të shpërblejmë sa më mirë njerëzit. Na thuaj 4 ose 5 finalistët e tu për këtë Big Brother. Big Brother në ndajnë 2 persona, Gjesti dhe Rozana. Për podiumin e fundit thua. Ata të dyën. Ata që do shoqërojnë damigjellat donore, këta që do mbajnë fustanin dhe Gjesti dhe Rozanës, është Laerti, Aldo dhe Gerta. Laerti, Aldo dhe Gerta. Po ta shikosh më shumë në mendje. Deri diku do përçapet dhe Loredana, po nuk do të, nëse Aldo sot nesa kalon Jozin, Aldo është finale. Për mua unë shikoj kam parë gjithmonë finale. Nëse e kalon, po nëse se kalon, se mes këtyre të dyve është. Po, Jozi nuk është për finale. Jam i bindur që nuk është Jozi për finale. Atëherë, nëse këfusim tjetër, që ti jemi brenda parashikimit. Po unë kam darë që do jetë kjo. E ke ndarë. Nuk para më kanë zgënjur parashikimet e tua. Fare. Po në rast se unë bëj edhe një pyetje tjetër që është ekstra, po në rast se sot është finale, sot. Me fjalë nesër, në prajmin e nesër, do të jetë Gjesti. E morë vesh për Gjesti. Jo, po është dëgjoj. Përfitore thua, përfitore po kush janë finalistët për së njëjtën, për të njëjtët. Pra Rozana, do shkojë te Migjela Lodoi, Laerti bashkë me Gertën, do të shoqërojnë ato dy. Do janë 4 finalistët. Pra më vjen keq për Gertën, por nuk e shikoj fare në dyshën e fundit fare. Gerta ka qenë nga ato luftarakët e asaj shtëpie. Njëri që nuk ka folur një fjalë të ndyrë në shtëpi. Kjo do të përgëzuar. Në të gjithë debatet i ka bërë Gerta. Gerta është marrë me çështje aty për aty. Po asnjëherë nuk e hapur temën. Nuk e kam dëgjuar ta fyej njëri ta masakroj siç kanë masakruar të tjerët, si përmend më tash s'kam nerva. Po. Dhe ka qenë një njeri që kur i kanë kërkuar aman të lutem për këtë, për atë, i ka qenë krah dhe nuk ka ditur kur ta hedhë poshtë një gjys fjalë që s'është thënë vesh. Ja jo Gerta. Pra Gerta si thua një gjë dhe Gerta mbyll aty me Gertën. E merr me vete Gerta, deri në varr. Nuk ti Gerta të nxjerrë. Pra ka virtyte të jashtëzakonshme shoqërore, miqësore, mëmësie në shumë raste që unë kam parë. Pa çfarë duket si e hakull, si e ftohtë, si e ngri, kështu si një njeri që nuk ka emocione. Po virtyte ka, po. Po pse mendon që ajo nuk ka atë çfarë i duhet për të qenë një fituese për shembull? Në rastin konkret të këtij Big Brother. Unë do doja shumë të shkonte, por Gerta ka qenë drejt për drejt me njerëzit aty në shtëpi. Kurse ky Big Brother të paktën ka treguar që duhet të lozësh her pas here. Pra duhet të flesh. Pra duhet të ndërtosh dhe situata. Kurse Gerta ka marrë situatat, në shumë raste ka marrë nga të tjerët, dhe të prodhuara shumë pak nga vetes, shumë pak nga ata përballeshin me Gertën. Kjo është për t'ia çmuar, unë shikoj si vlerë, nuk shikoj si anti-vlerë, që nuk përballet me Gertën se Gerta uja fut kot. Jo. Ama Gerta kur do të vinte të cepi murin dhe të masakronte, të beshëri. Dhe i vetmi që Gertën e ka masakruar për Rozana Radën është Gert Ferra. Që më vjen rënd, sot eksa ditë ta përmend, po unë kam bërë për kaos shumë të shenjtë. Nuk e kam bërë për Rozin në thelb, për Rozi ishte ajo që më inicioi dhe më preku së brendshmi, por ajo temë mëmësisë që unë e mora aty për aty, motamos, siç ma tha Rozi dhe vajta dhe ju ktheva Gertës, kur Gerta në atë prime mbas asaj që ndodhi, prime-in e arshëm, direkt i kërkoi ndjes me lot në sy dhe ju petua për të dy djemt. Dhe në atë moment, Rozana shkon dhe futet në vend rrëfimit dhe nuk e hapin derën dhe thot, kjo, më fal, kjo të më marri mua prime-in. Çfarë më thuaj thash, më ke më thotë fali thash. E tha me zë këtë. Jo, me zë, kam parë me sytë vetë, me sytë mia kam gjumë vesh të mia. Pra kam parë Gertën ti shkoi dhe ti thot më fal. Kurse mua më ka thënë ma ke borxh këtu. Do vi dita, do ma lash, unë s'kam asnjë borxh di goci, kam thonë, nëse ti e prek prap në këtë temë, kështu siç e pash unë, prap me mua do kesh një debat. Se kam thënë kështu. Tani thash po borxh nuk kam gjë thash gocë thash. Se pak më parë që ishte pak i prekur nga kjo temë, i jep duar që e ke thënë. Jo, më vjen keq sepse kur e sqaroj Gerta, se Gerta ka këtë që ti lë gjërat, domethënë ti kur shikon Gerta thua kjo nuk ka mëshirë. Pra ti nisesh që a priori ti e paragjikon. Të kuptoj. Siç e kam bërë këtë gabim. Dhe rash viktim
Më pastaj kuptova që Rozana shumë gjëra i loste në zemrën ime. Të kuptoj. Ai lozi në këtë situatë kaq të rëndë dhe kaq të sensitive. Dhe thash, po pse mos e los këtë gjë? Dhe më ndodhi pastaj që e vërtetova një prime në arshëm, kur i thash po të kërkoj ndjes Gerta. Më falje, thënë, nëse ti ke kuptuar kështu, i tha. Se ka qenë ajo tema që tha un kam atë që s'ke ti. Atë që ti nuk ke, po. Nëse ti e ke kuptuar kështu, dha për kohë këto dy djemve dha po të them më fal, tha se nuk ka qenë ky qëllimi, nuk ta kam thënë për këtë. Por the po të kërkoj ndjesa vetëm për atë që ti ke përjetuar. Jo për atë që kam thënë unë. Se s'ta kam thënë. Ai vazhdon dhe kishte një gjë të mirë që nuk ndalonte me atë gjë që thoshte kështu. I qëndronte asaj që. Po, dhe më pëlqente për karakterin e fortë që kishte në këtë pikë. Dhe kur ajo në atë moment tha, po do të më marri Prime-in, thash kjo s'ka kuptim, kjo s'ka limit më vëllash. Tu ka limite në këtë vend tu apo jo? Sepse ti mendoj që ishte një çështje shumë delikate që nuk bësh fjalë për Prime-in, aty bësh fjalë për diçka më shumë. Dhe thash thirr më të mori Prime-in aty, pa ja Tereziti tash. Thjesht dikush e mendoi, e tha dhe e mendonte, ishte absurd. Tu kuptoj shumë. Kam përjetuar ca skena që për shtypjet e mia janë ato që s'lëps para lëvizit. Faleminderit të dashur. Falenderoj pafund që ishte pjesë e këtij emisioni. Falenderoj shumë. Po dhe mënyra si si përshkruajmë me artistët e kemi këtë. Po, ajo është gjë më mahnitse që ju keni. Ishte mrekullueshëm, je mrekullueshëm dhe më bëj shumë qejf që je pjesë e emisionit ton. Faleminderit. Do vi më shumë kënaqësi sa tani më të ta kthejmë në për ardhjën, në për shfaqje dhe të shohim sa më lart në për podium me aktorësh. Shumë kënaqësi për sot. Faleminderit. Miq, ishte gjithçka për sot. Ju falenderoj shumë që na ndoqët. Mos harroni nesër kemi Prime në 21:15 me Ledion Liçu nga unë Atalanta Kërçyku. Natën e mirë.